Pas 2 muajsh, Altin Dumani largohet nga detyra pa prekur eksponent të njohur të krimit të organizuar. Njëri prej tyre është Trifon Murataj, pronar i kompanisë Zico Banaking, i identifikuar nga agjencitë ndërkombëtare si drejtuesi i trafikut të kokainës nga Ekuadori në Shqipëri. Nuk dihet nëse kemi të bëjmë me pazare me Spakut dhe Muratajt apo me presion të fortë politik mbi drejtuesit e këtij institucioni. Ajo që është e qartë është se Dumani gjatë 3 viteve në krye të Spakut nuk e ka çuar përpara drejtësisë Trifon Muratajn, as ka zbatuar ligjin antimafia ndaj tij, nuk i ka bllokuar aktivitetin e import-eksportit bananeve dhe nuk ka vendosur asnjë sekuestrim mbi pasuritë e Banaking. Ky mosveprim përballë provave të shumta konkrete nuk mund të justifikohet si paftësi profesionale, përkundrazi. Hap dyshime serioze për pazare e imuniteti në mos personalisht mes Dumanit dhe Muratajt të ndërmjetësuara nga kupola politike dhe rrjetet mafioze që e mbrojnë. Raportet e DEA dhe Europol dëshmitë dhjetra të arrestuarve. Nga janari 2022 deri në qershor 2025, dhjetra transportues, shpërndarës e shitës të arrestuar me kokainë në Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Lezhë, Lushnjë, Elbasan, kanë deklaruar në polici, prokurori dhe SPAK se kokaina vinte nga rrjeti i kompanisë Banaking. Megjithatë, asnjë nga këto dëshmi nuk është përdorur për të ndaluar vetë bosin. Raportet e shish të njësisë antitrafik dhe agjencive ndërkombëtare si DEA dhe Europol identifikojnë qartësisht Banaking si bazë të trafikut ndërkombëtar të kokainës. Vetëm në 4 raste të veçanta janë kapur mbi 3 ton kokainë në kontejnerët e ardhur nga Ekuadori në portin e Durrësit, por Murataj ka mbetur i paprekur. 4 raste flagrante të paprekshmërisë së Muratajt, 31 dhjetor 2021. Në kontejnerët e Banakingu kapën 119 kg kokainë. Murataj u shpall në kërkim, por lëvizte i lirë dhe dërkonte me shefa policie në Tiranë. 17 korrik 2022 u zhdukën 50 arka me afro 1.5 ton kokainë nga një kontejner i Banaking në prezencë të policisë. Murataj u lejua të arratisej. 4 nëntor 2022 u kapën 35.5 kg kokainë në Durrës, në një tjetër kontejner të Banaking sërish Murataj nuk u prek. 8 dhjetor 2023, një kontejner me 1.3 ton kokainë u lejua të dilte nga porti i Durrësit dhe të shkarkojë në Shkozet në prezencë të policisë, Murataj nuk u arrestua. Për secilin nga këto raste, reagimi i sistemit të drejtësisë ka qenë minimal, duke konfirmuar se Murataj gëzon një status paprekshmërie. Burimet brendshme konfirmojnë se ai ka mbështetje fortë politike, është donator i Partisë Socialiste dhe ka krijuar një rrjet fuqishëm mbrojtës në polici, SPAK, prokurori dhe struktura të tjera shtetërore.